Pas normalizimit të kushteve atmosferike, OSHE po vijon ndërhyrjet në terren për riparimin e gjitha defekteve që shkaktuan rreshtit e shiut dhe dëborës të shoqëruara me stuhi. Drejtori Armand Zhuka bën me dije se zonat periferike dhe ato malore kanë qenë më të goditurat nga dëmet në rrjetin elektrik, ku Vermoshir, zona e fundit që po kryen riparimet e shtyllave të thyera. Këtu jemi në një nga transformatorët e kompanisë OSHE, është linja TU e cila furnizon gati 120 abonent. Ishte edhe defekt sipas kushteve atmosferike dhe të gjitha grupet janë terren, siç po shikoni edhe këtu në një nga zonat periferike të qytetit Shkodrës. Jemi duke përfunduar fazën përfundimtare të gjithë defekteve që kemi marrë nga kushtet atmosferike. Dëme ka pasur kryesisht në zonat malore, janë thyer disa shtylla, ku kemi zonën e Vermoshit që akoma ka një 6 shtylla të thyera dhe sot po punohet për hapjen e gropave, vendosjen e shtyllave dhe përfundimin e linjës së fundit të themi të dëmtuar nga dëbora dhe nga stuhia. Kemi pas dëme në Vaun e Dejes, kemi pas dëme në disa zona ku të cilat janë rikuperuar dhe sot janë thuajse 100% me energji. Qyteti i Shkodrës nuk ka pas dëmtime të mëdha, ka pas vetëm dëmtime në tensionin e ulët, pra ka qenë dëmtime të themi sporadike nga ato ne çfarë prisnim me gjithë atë intensitet të shiut dhe të furtunave që kishim, por që jemi përgjigjur mendoj në kohë. Ashtu siç edhe gatishmëria që ishte edhe për festat e fundvitit, ku qyteti i Shkodrës ishte një nga qytetet më të mira pa asnjë lloj defekti gjatë ndërimit të viteve. Normalisht që me fillimin e kushteve atmosferike u dëmtuan disa linja, por që kompania është e gjitha në punë dhe gjithë shunat siç e shikoni janë në punë për të riparuar të gjitha defektet deri në shpinë e fundit. Zhuka ka sqaruar se OSHE është detyruar në disa raste të bëjë dhe stakime të energjisë në zonat e përmbytura për të shpëtuar jetën e njerëzve kur paraqitet rrezik. Për energjinë elektrike nuk ka pas probleme, atje ka probleme përmbytje. Dua të theksoj që ne jemi të detyruar të bëjmë dhe stakime profilaktike, pra stakimet e energjisë elektrike kur një tel kputet dhe kalon ujë. Kjo bëhet për të ruajtur jetën e banorëve, të cilët aksidentalisht mund të psojnë diçka. Pra, shkëputje profilaktike do të ketë sepse janë të detyrueshme. Në zonat të caktuara të qarkut të Shkodrës pati shkëputje të energjisë elektrike dhe në disa ditë për shkak të dëmtimeve në rrjet.